Këtu është horoskopi i mërkur 1 tetor 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Është e mundur që brenda pak javësh të duhet të zgjidhni një mosmarrëveshje të vjetër që ka mbetur pezull. Prej disa kohësh po humbisni durimin, mos e teproni. Demi. Do të ketë pak nervozizëm, ndoshta sepse disa çështje ekonomike dhe të lidhura me punën nuk janë sqaruar ende plotësisht. Gjatë këtyre orëve, lodhja e bën veten të ndjerë. Binjakët. Mund të pranosh gjithçka, thjesht flisni për të. Nuk ju pëlqejnë sekretet, nëse ka diçka për të sqaruar se është në familje, menaxhon mirë financat, kohët e fundit ka pasur shumë shpenzime. Gaforja. Jeni pak nervoz, sot asgjë nuk ju shkon, duhet të bëni kujdes që të mos prishni marrëdhënie pune apo dashurie. Ju duhet të harroni një pikëllim, kohët e fundit ka edhe nga ata që i kanë humbur syt një të dashur. Luani. Pozicioni juaj në kontekstin e një pune ka çdo shans për të rritur. Zgjedhje jetësore që mund të jenë çifte vendimtare, të favorizuara dhe pjellore. Virgjeresha. Dita kërkon një dozë të mirë durimi dhe vullneti të mirë, mund të zemëroheni për një gjë të vogël, nëse një çift ka përjetuar tashmë kohë të vështira në të kaluarën, tani duhet të jemi më të kujdesshëm. Peshorja. Çdo konflikt mund të zgjidhet me mençuri dhe diplomaci. Important është e rëndësishme her pas here të fikni, të relaksoheni, sa kohë nuk e keni bërë atë. Akrepi. Përdorni mundësinë për të arritur një marrëveshje të mirë, përmirësime nëse jeni i vetëpunësuar. Urtësia, qetësia dhe vetëpërmbajtja janë fjalët kyçe që do t'ju nevojiten për të zgjidhur një polemikë politike, ideologjike ose fetare. Shigjetari. Edhe pse jeni dashamirës i udhëtimeve, i lëvizjes, do të ishte më mirë të planifikoni ditë larg stresit, nga situata që mund të shkaktojnë siklet apo tension të panevojshëm. Bricjapi. Ka energji të mirë, një kënaqësi e madhe mund të vijë sot. Shpërblime gjatë rrugës. Ujori. Ujori kërkon garanci të reja, por edhe mundësinë për të punuar më mirë, për t'ju përkushtuar dashurisë apo familjes. Sot heshtjet tuaja mund të rëndojnë, të krijojnë keqkuptime. Peshqit. Ditë brillante dhe shumë premtuese për të gjitha nismat që do të ndërmerrni sot. Dashuria ofron liri, edhe mundësinë për t'i dhënë fund një situate të ndenjur prej kohësh. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.